Mirë se erdhët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati. I ftuari im i sotshëm është Yll Sadiku, avokat nga Kosova, një njeri me eksperiencë në jetën institucionale, por edhe në qarqet e avokatisë në Kosovë, aktualisht pranë shkollës së drejtësisë së Universitetit Harvardit. Yll, mirë se erdhe në Public Square. Mirë se ju gjetit me, faleminderit për ftesën. Siç mund imagjinohet lehtësisht, me Yllin dua që sot të bëjmë një diskutim rreth asaj çka po ndodh në Kosovë. Pra, jemi në një situatë ku Parlamenti i Kosovës, partitë kryesore dështuan për të gjeneruar quorumin e nevojshëm për të iniciuar procedurën për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Çfarë po ndodh në Kosovë, Yll? Presidentës aktuale i përfundon mandati me datën 5 prill 2026. Në bazë të një dispozite kushtetuese, zgjedhja e presidentit të ri duhet të bëhet 30 ditë para përfundimit të këtij mandati. Ky afat ishte me datën 5 mars 2026. Sidoqoftë, kjo dispozit kushtetuese përderisa na tregon një afat, nuk na tregon kurfar sanksioni se çka ndodh nëse shkelet ky afat. Edhe në këtë sidoqoftë në këtë rast, ndonse me datën 4 mars, Kuvendi vendosi në rend të ditës dy kandidat për president dhe konsiderohet se edhe procedura ka filluar, por me datë 6 mars, presidentja Osmani dekretoi shpërvërjen e kuvendit, duke u bazuar pikërisht mbi këtë dispozit. Por në kushtetut ekziston edhe një dispozit tjetër, e cila sqaron në tërësi mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Sipas kësaj dispozite tjetër, zgjedhja e presidentit bëhet mund të shkojë deri në 3 raunde dhe duhet fillimisht shumicë prej 2/3 në favor, e pastaj edhe një shumicë e thjeshtë mund të përzgjedh kandidatin në raundin e tretë. Kjo procedurë parashihet që të përfundojë brenda 60 ditësh. Këtu tashmë dhe po ashtu e njëjta dispozit parasheh shpërndarjen e kuvendit si sanksion për dështimin e kësaj procedure. Tash ne jemi në një situatë kur këto dy norma kushtetuese jo domosdoshmërisht janë në kundërshtim me veten, por gjithsesi se krijojnë një farë lloj paqartësie. Tash kemi akter politik të cilët besojnë se shpërndarja e kuvendit është e drejtë dhe është në linjë me kërkesat kushtetuese, dhe kemi palën tjetër e cila mendon se kjo shpërndarje nuk është dashur të bëhet për shkak se është dashur të bëhet të shtërohet afati prej 60 ditësh. Në këtë situatë, lëvizja vetëvendosje me datë 9 mars ka dërguar në gjykatën kushtetuese dekretin për shpërvërjen e kuvendit të Republikës së Kosovës. Në atë kërkesë është kërkuar edhe vendosja e masës së përkohshme. Mbaj mend që edhe zgjedhja e presidentit Pacolli dikur, e presidentes Jahjaga, e presidentit Thaçi, në një mënyrë e një tjetër është shoqëruar me një lloj kontroversialiteti, do të thoja. Qoftë nga mënyra se si janë zgjedhur, qoftë edhe e presidentes aktuale, pra mënyrën si janë rreshtuar forcat politike, ndërhyrje e faktorit ndërkombëtar, sidomos tek rasti i zonjës Jahjaga. Kësaj radhe më duket sikur faktori ndërkombëtar është i heshtur dhe po vëzhgon klasën politike në Kosovë. A ndani dhe ju këtë konstatim me mua? Po, gjithsesi, domethënë presidentja Jahjaga është rasti i vetëm që është zgjedhur në raundin e parë. Të gjitha presidentët tjerë kanë shkuar deri në raundin e tretë. Sa i përket faktorit ndërkombëtar, edhe unë ndaj të njëjtin mendim, nuk po shoh ndonjë interesim apo ndonjë përfshirje të paktën jo direkte
për të gjetur një kandidat konsensual. Unë besoj se kjo në njërën anë po na tregon se partitë politike në Kosovë duhet të kenë një nivel maturie më të lartë edhe të gjejnë një kandidat konsensuale, të gjejnë një zgjidhje për të mos bllokuar institucionet pa qenë e nevojshme angazhimi i akterëve ndërkombëtar. Andaj edhe unë besoj që pa angazhimin e akterëve ndërkombëtar, partitë politike do të japin zgjidhje kësaj çështje dhe do të gjejnë një kandidat konsensual, qoftë tash, qoftë më vonë varësisht nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Sa shanse ka sipas jush që të kemi një president përputhje me parashikimet kushtetuese të Kosovës? Unë besoj se përderisa ka kaluar afati prej 30 ditësh, gjithmonë do të ekzistojnë pretendime të partive politike se zgjedhja e presidentit nuk është bërë në linjë me kërkesat kushtetuese, po gjithsesi edhe në rast të një ngritje të një çështje të tillë pranë gjykatës kushtetuese, gjykata do të duhej të vendoste. Ideale gjithsesi se do të ishte që zgjedhja e presidentit të bëhet para afatit 30 ditësh dhe brenda procedurës që parashihet që 3 raundet të ideale do të ishte që 3 raundet të kryeshin para këtij afatit 30 ditë. Gjithsesi tashmë ne vetëm se jemi në një situatë pa qartësie dhe besoj se tash edhe gjykata kushtetuese do të duhej ta interpretonte kushtetutën në linjë me qëllimin e saj. Unë besoj se Kushtetuta e Republikës së Kosovës në asnjë moment nuk ka qëllim bllokimin e institucioneve, por në këtë rast qëllimi është zgjedhja e një presidenti, por sigurisht se edhe zgjedhja duhet të bëhet brenda përcaktimeve kushtetuese. Andaj, për gjykatën kushtetuese, besoj se pyetja kryesore do të jetë nëse me kalimin e afatit 30 ditor, me kalimin e 5 marsit, konsiderohet se janë shtjerur të gjitha mjetet e të gjitha metodat që partitë politike të gjejnë një kompromis për një kandidat për president, apo nëse me fillimin e procedurës e kemi afatin e ri prej 60 ditësh dhe ju jep kohë partive politike që të zgjedhin kandidatin. Nëse vazhdohet me zgjedhje, atëherë është shumë e mundur që Kosova pas datës 5 prill, kur presidenti Osmani i përfundon mandati dhe ushtruesi i detyrës bëhet kryetarja e kuvendit, atëherë nëse edhe në atë kohë shkojmë në zgjedhje, ne do të përfundojmë në një situatë ku kemi një kuvend të shpërndarë, kemi një qeveri në detyrë e kemi edhe një president në detyrë. Pra institucionet kryesore shtetërore i kemi pa titullar të cilët kanë mandat të plotë. Kjo besoj që ka shumë implikime si në Kosovë, po edhe në arenën ndërkombëtare, e sidomos në kohëve të fundit. Po parlamenti i ri, pra po supozojmë skenarin tjetër që ju shtjellut, pra që shkohet në zgjedhje të parakoshme në këto institucione që unë po i quaj institucione përfaqësuese në detyrë, duke filluar nga presidenti i Republikës, me qenë se mas 5 prillit mbaron mandati, qeveria e kështu me radhë. Parlamenti i ri, nga leximi që unë i bëj Kushtetutës Kosovës, edhe parlamenti i ri kurdo që ai të konstituohet, do të duhet që ti nënshtrohet të njëjtës logjik numrash në Kosovë. A sheh ti, leximi im është që kjo lloj formule është nxitje për kompromis politik mes palëve kryesore. A shet ti të mundshme që të ketë një rikonfigurim totalisht ndryshe parlamenti i ri, pra që shumica të ketë edhe më shumë vota, apo pakica jo vetëm të bëhet shumicë, po të ketë edhe një numër votash që mund të zgjedhë presidentin, apo thjesht është një rrugë edhe më e gjatë për të shkuar tek konsensusi që s'ke nga t'janë bashkë?
Unë po besoj se në fakt kjo është brenga kryesore e qytetarëve të Republikës së Kosovës, për shkak se edhe nëse shkojmë në zgjedhje të reja, nuk ka kurrfarë garancë se nuk do të përfundojmë në situatën identike që jemi tash. Për shkak të peshës që ka roli i presidentit, edhe kushtetuta parashen një shumicë prej 2/3. E kjo shumicë unë nuk shoh ndonjë mundësi që do të arrihet nga ndonjë partie vetme politike. Pra, ne përsëri do të përfundojmë në situatën ku partitë politike duhet të ulen, duhet të diskutojnë edhe duhet që të vinë me një kandidat të përbashkët, një kandidat që del nga një marrëveshje politike për të zgjedhur president. E nëse ne përsëri do të vijmë në këtë situatë, nëse kjo situatë ka qenë e pashmangshme, atëherë besoj që frustrimi me të drejtë i qytetarëve të Republikës së Kosovës është sepse pse të krijohen kriza të reja vetëm për të ardhur në përfundimin e njëjtë. Qëllimi i përfaqësuesve tanë duhet të jetë që t'i shmang krizat edhe jo të krijoj kriza të reja. Unë besoj se nëse shkojmë në zgjedhje të reja, kjo i bie që qytetarët të Republikës Kosovës do të kenë shansin edhe një herë që të mbështesin kandidatet e tyre, të ndryshojnë votën e tyre nëse e kanë për të ndryshuar, por gjithsesi në sistemet si që kemi ne, është pothuajse e pamundur që një parti politike të arrijë shumicën prej 2/3 dhe kompromisi është i domosdoshëm. Besoj se qëllimi i kushtetutës është pikërisht nxitja e këtij lloji kompromisi. Dhe besoj që zgjedhjet e reja vetëm sa do të zgjatnin këtë krizë edhe do të kishin pasoja edhe më të mëdha, në të ardhmen. Si jurist, si e shef tendencën e klasës politike që në fakt nuk është vetëm Kosovë, por shpesh është edhe në Shqipëri, për të pasuar topin apo për të gjetë zgjidhje në instancat kushtetuese apo ligjore, siç është rasti në fjalë në gjykatën kushtetuese, për të tilla çështje, sepse në rast se i referohemi zgjedhjes presidentit, ka një dispozit apo një grup dispozitash në Kushtetutën e Kosovës dhe më rezulton që gjykata kushtetuese është vënë lëvizje dhe në shkuarën duke imponuar përmes vendimarrjes së saj mënyrën se si votohet, pra duke qartësuar se quorumin dhe prezencën në sallë dhe mënyrën si duhet votojnë deputetët. A mos jemi në situatën kur ka një paaftësi për të gjetë kompromis dhe lojrat politike tentojnë që të zgjidhen përmes formulave kushtetuese dhe në fakt gjykatat kushtetuese më pas të vendosur në një lloj presionit politikës dhe të opinionit publik i ngatrojnë edhe më keq punët, për ta thënë troç. Vendimet e gjykatës kushtetuese, një nga qëllimet e tyre është edhe interpretimi i kushtetutës. E me atë interpretim shumë shpesh gjykatat kushtetuese, sidomos kjo hjona, krijojnë edhe norma të reja kushtetuese. Edhe me këto krijimin e normave kushtetuese, shumë shpesh gjykata kushtetuese i ka dhënë zgjidhje problemeve të cilat politika nuk ka mundur t'i zgjidhë. Por gjithsesi unë besoj se kjo nuk është një praktikë e mirë për gjykatat kushtetuese, për shkak se në këtë rast gjykata kushtetuese luan goxha një rol në manifestimin e vullnetit të qytetarëve. Unë besoj se ky nuk është qëllimi i gjykatës kushtetuese. Në një shtet ku ka një maturi politike, në një shtet ku ka demokraci të pjekur, përfaqësuesit janë ata të cilët bëjnë zgjedhjen e problemeve politike dhe jo gjykata kushtetuese. Por në rastin tonë, duke pasur parasysh se edhe më herët institucionet e Republikës të Kosovës janë bllokuar për arsye politike, por duke arsyetuar çështje kushtetuese. Atëherë gjykata kushtetuese ka ndërhyrë dhe ka dhënë zgjidhje. Unë besoj që edhe në këtë rast do ta bëj të njëjtën. Nuk jam shumë në favor, ashtu siç e përmenda, që gjykata të bëjë interpretime të manifestimit të vullnetit të popullit,
por gjithsesi tani për tani duket të jetë rruga e vetme për të dalë apo për të evituar një krizë të mundshme. Flasim gjithmonë për sfidat që ka përpara Kosova dhe edhe unë e kam vështirë të mendoj se cila do ishte narrativa kryesore në rast se do të shkonim në zgjedhjet parakohshme. Pra ç të gjitha kahet politike me pak fjalë do t'i premtonin popullit një gjë që se kanë në dorë. Pra sepse as shumica nuk merr dot më shumë në asnjë lloj rrethane nuk ka numrat kushtetues, as pakica, edhe në qoftë se bëhet shumicë, nuk bëhet dot shumicë shumicë kushtetuese. ë Dhe kam përshtypjen që Kosova ka një periudhë kohë që është fut në një lloj rrethi vicioz, u duk në gjykimin tim sikur doli me zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke qenë se verdikti ishte i qartë dhe tani duket sikur është rifut sërish tek ky rreth vicioz. ë Cilat janë sfidat kryesore që ka Kosova kur tishe edhe nga vështrimi tani në Amerikë, ngjarjeve të mëdha që po ndodhin, një lloj çarje në raportet transatlantike, një situatë disi e ndryshme e sigurisë në rajon, ka gjithashtu një tendencë për ta rigjallëruar procesin e antarësimit në BE. Ku është Kosova para gjitha këtyre sfidave, me e thënë fare troç pyetjen? Që ju me të drejtë përmendet se nëse ka nevojë edhe për një fushat të re politike për zgjedhje, atëherë partitë politike duke marrë parasysh se zgjedhjet ishin në dhjetor, nuk është se kanë për të prezantuar ndonjë platformë të re. Ku secili kandidat do të mundohet që të vë fajin tek kandidatët tjetër për ardhjen deri në këtë pikë. Po ashtu asnjëri nuk mund të premtoj se do ta bëjë zgjedhjen e presidentit, për shkak se e dim se nuk mund të bëhet. Kjo besoj që vetëm na drejton drejt një krize tjetër. Kriza kryesore është se edhe nëse kemi ushtrues detyrë të presidentit, kushtetuta parashet që ai opozit mund të ushtrohet vetëm deri në 6 muaj. Po që se ne nuk kemi kuvend dhe nuk kemi qeveri, nuk kemi president deri në ata 6 muaj, atëherë ne jemi në një pasiguri totale juridike, ku ne nuk e dim se çfarë mund të ndodhë, për shkak se nuk ka me mandat as ushtruesja e detyrës së presidentit. Edhe kjo unë besoj se ka efekt të brendshëm në politikat e brendshme, në ligje, në çdo gjë që ndikon jetën e qytetarit, por po ashtu edhe në politikën e jashtme. Tash në politikën e jashtme nuk është asesi e mirë që Kosova të përfaqësohet nga një ushtrues detyre i presidentit, e nga një qeveri në detyrë. Ne po jetojmë në një kohë kur luftat po nisin anë mban botës, e kur edhe arkitektura e sigurisë është duke ndryshuar shumë shpejt. Në këtë kohë, Kosova duhet të ketë një leadership të konsoliduar edhe duhet të punoj drejt aleancave të cilat garantojnë sigurinë e Republikës së Kosovës, e që unë besoj që kjo aleancë është NATO. Sa i përket raporteve me Serbinë, si ne nuk jemi rasti i parë, e as rasti i fundit, e as rasti i vetëm, ku na duhet të ndajmë një kufi me një shtet armiqësor. Unë besoj se duhet të gjejmë një mënyrë për të jetuar në Ballkan dhe për të jetuar si fëmijë. Nuk kemi nevojë as të jemi aleat, as të jemi miq, por na duhet të jemi fëmijë të përgjithshëm. Sidoqoftë gjithmonë duhet të veprohet në mënyrë të kujdesshme. Ne duhet të jemi në koordinim të plot me aleatët tanë. Ju jeni prej gushtit vitit kaluar në një eksperiencë fantastike, do të thësha unë, në shkollën e drejtësisë Harvardit, që qoftë shkolla, qoftë universitetin tërësi, nuk ka nevojë për shumë komente dhe shumë reklam. Shumë shkurtimisht, cila është gjëja që të ka bërë më shumë përshtypje nga kjo eksperiencë dhe
Qa mund t'i thoje njerëzve që kanë dëshirë të ndjekin pak a shumë të njëjtën trajektore karriere? Me një fjali është mendimi kritik. Këtu inkurajohet shumë mendimi kritik, këtu nuk ka një gjë e cila është e pandryshueshme, këtu gjithmonë je inkurajuar të sfidosh kolegët, të sfidosh profesorët, gjithmonë me idenë që të dalim në një rezultat më të mirë. Lull Sadiku, faleminderit që ishe me mua në Public Square. Faleminderit juve dhe